Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Aktivitetet e tij diplomatike kanë kontribuar në thellimin e marrëdhënieve ndërmjet Francës dhe Republikës së Kosovës. Madje është nderuar nga presidenti i Francës Emmanuel Macron me urdhrin komandant i Legjionit të Nderit. Sonte të nderuar teleshikues, në emisionin personale kam nderin që ta prezantoj ish ambasadorin e Kosovës në Francë, njëherët profesor në Universitetin e Prishtinës, zotri Qëndrim Gashi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi t'ju kem në studio për të sjellur rrëfimin për punën dhe karrierën tuaj. Faleminderit shumë për ftesën, edhe është kënaqësi të jem në TV Dukagjini për herë të parë. Për herë të parë në radio televizionin Dukagjini. Pikërisht. Besoj që do t'ju kemi edhe herave të tjera, jo vetëm në emisionin personale. Me shumë kënaqësi. Para se të shikojmë profilin tuaj, do të ndalemi tek ky çmim, i cili është nder jo vetëm për juve personalisht, por për gjithë shtetin e Kosovës. Do të shohim një video nga ceremonia, pastaj do të kthehemi dhe ta komentojmë. Qëndrim Gashi. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés par le président de la République française, je vous fais commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. Qëndrim Gashi, në emër të kompetencave që më janë dhënë. Komandant i Legjionit të Nderit, çka do të thotë ky çmim? Për mua ishte një nder jashtëzakonshëm që të pranoj një dekorat të tillë nga Republika Franceze, ku kam qenë ambasador i Republikës Kosovës për 5 vite. Besoj që është një mirënjohje jo vetëm për mua personalisht, por edhe për diplomacinë kosovare në Francë, për raportet mes dy shteteve si dhe për potencialin e këtyre raporteve, dhe unë natyrisht e falenderoj shumë presidentin francez, qeverinë, diplomatët francez, përfshirë ambasadorën franceze këtu dhe të tjerë. Edhe njëkohësisht, natyrisht jam shumë mirënjohës vendit tim, institucioneve që më kanë emëruar atje, dhe e shfrytëzoj rastin që t'i falenderoj gjithë ata që më kanë përkrahur, përfshirë ekipin e ambasadas në Paris, ekipin ministrit, punët jashtme, kolegët aty, edhe natyrisht familjen edhe miqtë e mi. Sa për kuriozitet, jeni personi më i ri që e keni marrë këtë çmim? Si duket, nëse jo më i riu ndër më të rit, gjë që është pastaj një nder i jashtëzakonshëm, i veçantë, po edhe përgjegjësi e veçantë, sepse Pse përgjegjësi? Përgjegjësi sepse, domethënë, diplomacia franceze është jashtëzakonisht e njohur në botë, nëse ata e kanë vlerësuar kontributin tim në thellimin edhe intensifikimin e raporteve mes dy shteteve, atëherë kjo do thotë që është përgjegjësi që të vazhdosh të kontribuosh në ato raporte, edhe mendoj që gjithmonë dekoratat nuk janë veç mirënjohje për të kaluarën, por edhe potencial për të ardhmen. Për të ardhmen. E shihni vetëm potencial për të ardhmen përsëri në shtetin e Francës? Jo në Francë, se unë jam shtetas i Kosovës, po megjithatë unë vazhdoj të jem i bindur se raportet tona me Francën, edhe me shtetet tjera europiane, duhet të thellohen jashtëzakonisht shumë, se nganjëherë krijohet përshtypja që Ballkani, përfshirë Kosova, jemi si epicendra e botës, edhe të tjerë duhet të interesohen për ne, ndërkohë që harrojmë se Evropa, do të thonë, aktuale politike i ka dy shtylla kryesore, Francën, Gjermaninë. Evropa aktuale kulturore ka një prej djepeve, ka Parisin, Francën, kështu që kulturalisht, politikisht, ekonomikisht, po edhe në domenën fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, ne na nëvitën thellimet e raporteve me Francën. Është në interesin tonë. Edhe ky ka qenë botë kuptimi i punës time në Paris sa isha ambasador. Do të flasim pak më vonë edhe përsëri për Francën, për punën tuaj atje, po ashtu edhe për raportet e Kosovës, jo vetëm me shtetin e Francës, por në përgjithësi me shtetet të tjera. Dhe tani do të shohim një profil të shkurtër, të përgatitur nga kolegja Tina Zogaj, dhe pastaj do të kthehemi përsëri me bisedë. Ishte një fenomen i pazakont ndër moshatarët e tij. Pa kaluar fare në shkollën e mesme, u regjistrua në Fakultetin e Matematikës në moshën 14 vjeçare. Qëndrim Gashi ish ambasadori i Kosovës në Francë, theu barierat e të qenit një i ri i zakonshëm. Në vitin 2002 u diplomua në Universitetin e Prishtinës në degën e matematikës. Një vit më pas përfundoi studimet pas diplomatike në Universitetin e Cambridge-it dhe në vitin 2008 ku edhe përfundon doktoraturën. Punën e filloi në vitin 2005 si pedagog në lëndën e matematikës në Universitetin e Prishtinës dhe pastaj për të vazhduar si profesor i asociuar në Departamentin e Matematikës në UP. Në vitin 2008 po ashtu anëtarësua në Institutin Evropian të Postdoktoraturës në Isaac Newton, Cambridge, në Francë,
në Paris dhe në vitin 2010 rikthehet në Universitetin e Prishtinës. Si këshilltar për politikë të jashtme i presidentit të Kosovës, ushtroi detyrën prej muajit prill deri në tetor të vitit 2011. Në emër të kompetencave që më janë Ambasadori i Kosovës në Francë zgjidhet në qershor të vitit 2016 deri në gusht të 2021, duke mbuluar Monkan, Andorrën dhe Portugalinë. Qëndrim Gashi u nderua komandant i Legjionit të Nderit nga presidenti Macron. Ishte ambasadori e Francës në Prishtinë, Marie-Christine Butel, që nderoi Qëndrim Gashin me titullin e lartë, i cili ka shërbyer si ambasador i Kosovës në Francë. Është i martuar me Jeta Abazin dhe së bashku kanë 2 fëmijë. Bashkëshortja e tij është diplomuar në shkenca politike në Universitetin e Prishtinës, një ish këshilltare për media në misionin e Bashkimit Evropian për monitorimin e zgjedhjeve. Po ashtu, Gashi ka një pasion të madh për futbollin, vrapim, lexim dhe udhëtim. Si ju duk profili? Faleminderit shumë. Në fakt është hera e parë që po realizoni edhe një intervistë të tillë, ju shohim shumë rol nëpër media. Besoj ndoshta kjo do të jetë edhe një nismë juaja që ndoshta në të ardhmen do ta mbajmë edhe ne si historinë në televizion. Faleminderit. Në fakt, nuk është e rastishme pse nuk kam qenë shumë prezent në media për një kohë gjatë, për shkak se kam konsideruar që detyra ime primare ka qenë në Francë, edhe unë besoj pak më shumë në diplomacinë pak më klasike, sepse varet edhe prej vendit ku ushtron detyrën. Edhe për këtë arsye ka shumë vite që nuk kam qenë i pranishëm mediat e Kosovës, po tash natyrisht jam rikthyer, po shpresoj që nuk e teproj se edhe kjo është frika tjetër. Jo, do të shohim tani një fotografi, pra fotografinë e parë për sonte, dhe me qenë se emisioni është personale, na tregoni pak për familjen, pra kush është familja e Qëndrim Gashit. Atëherë, për krah me është Jeta, e cila është bashkëshortja ime, dhe e cila është gazetare dhe studiuse e gazetarisë me profesion. Me Jetën i kemi 2 fëmijë, Janin edhe Nolin, të cilët i kanë 6 vjetë dhe 3 vjetë respektivisht, dhe në fakt, në mënyrë që një mision diplomatik tjetë i suksesshëm, është shumë e rëndësishme që të ketë mundësi diplomatja të mbështetet edhe në familjen e vetë, gjë që ka qenë rasti, dhe nëse kam pasur sukses në Paris, në fakt një pjesë shumë e madhe e këtij suksesi është edhe fal Jetës. Nuk po them fal edhe fëmijëve, se fëmijët nuk është që kanë mundur të kontribuojnë direkt, po edhe ata na kanë jap kuptohet energji pozitive që t'i përballojmë sfidave atje. Po zakonisht në diplomaci raportet personale janë jashtëzakonisht të rëndësishme, dhe sidomos për një vend vogël si Kosova, nëse duhet deportojmë disi, duhet deportojmë pikërisht përmes rrjeteve tona personale, e aty luajnë rol të rëndësishëm edhe mbështetja familjare. Familjare, po. Edhe para se të bëshit ambasador, keni qenë i njohur për publikun si një fëmijë me një talent të rrallë, pra keni qenë shumë i aftë në lëndën e matematikës. Cilat kanë qenë sfidat e juaja duke qenë fëmijë më ndryshe se të tjerët? Ndoshta para se të adresoj saktësisht pyetjen e juaj, vetëm lejeni ta bëj një koment lidhur me atë se, për shembull, ndoshta ka edhe njerëz që thonë matematika e diplomacia, atëherë si është e mundur? Në fakt, diplomacia është edhe arti i komunikimit. Parisi është një prej kryeqyteteve botërore të matematikës, edhe për mua shërbimi për vendin duhet jetë i tillë që i tejkalon profesionet, domethënë është për te çfarë do përzgjedhje profesionale, ka mundësi që shteti të shfrytëzojë kapacitetin e dikujt që të shërbej qoftë si diplomat, qoftë në pozita tjera. Domethënë për mua kjo ka qenë perspektiva. Në lidhje me pyetjen tuaj për atë se çfarë ka qenë më ndryshe ose unë në atë periudhë, që tash po duket që është shumë moti, shumë larg. Në atë periudhë kam qenë i fokusuar edhe, besoj që njëtin bot kuptimin e kam tash, në rrugtimin tim. Edhe më shumë se ajo se si të tjerët do të më trajtonin mua, unë kam qenë i fokusuar në atë se si unë t'i realizoj ëndrat e mia. Kjo është, besoj, e rëndësishme edhe për trit ose fëmijët e sotëm, që ata duhet t'i ndjekin ëndrat e tyre. E pastaj ka qenë më sfiduese nëse unë kam qenë dikun edhe kam qenë më i riu, edhe nganjëherë ka një më dyshje se dikur që është shumë i ri ka mundësi t'ia del. Ndoshta ka pas, por kam pasur një rreth që më ka përkrahur familjar,
shoqëror po ashtu, edhe pastaj edhe në universitet, profesor për krahas, kështu që nuk është që ka qenë të sfiduse. Edhe më kujtohet në atë periudhë, sidomos kur kam qenë në fakultet në UP në studimet themelore, unë edhe kisha shoqëri që kishin moshën time që ishin shkollë mesme, edhe kisha shoqëri që ishin fakultet, kështu që nuk e kisha shumë problem. Nuk është që, për shembull, jeni ambientu, jeni futbollin e përmendet ju më herët, unë në atë kohë kam luajtur futboll me moshatarët e mi, po njëkohësisht kam zhvilluar matematik me ata që janë pak më të vjetër. Do të thonë, nuk ka qenë diçka pa zakon. Besoj që mundem të imagjinoj edhe sot një artist, një piktor ose dikush, një pianist i ri, ai duhet ta vazhdoj rrugën e vet në varësisht në moshën që e ka, po njëkohësisht ndoshta shumë i zotin piano dhe mund merr pjesë në koncerte që janë, domethënë, të cilëtetit shumë të lartë. E kështu edhe për mua kështu ka qenë kjo çështja e matematikës. Pra shkollën fillore keni përfunduar në Klin, fakt vetëm deri në klasën e 7. Pikërisht, deri në klasën e 7 kam qenë në Klin, pastaj në klasën e 8 në Prishtinë, në vitin 97 në 98, edhe pastaj në UP në 98-2002. Pra moshën 14 vjeçare, një regjistru në Universitetin e Prishtinës, është fenomen, pra edhe kë, sepse janë rastet e ralla, po fare ndoshta nuk kam dëgjuar që ka qenë dikush në histori në Universitetin e Prishtinës 14 vjeçar student për herë të parë. Si jeni pritur nga të tjerët? Ajo periudhë ka qenë periudhë në fakt pak e zymt për këtë shoqërinë për shkak që ka qenë viti 98. Por përveç ndoshta në fillim kur ka qenë një befasi për kolegët, student, për profesorët, më vonë ka qenë shumë e natyrshme, sepse në fund e bukura matematikës është një lloj universalizmi i cili lejon që pa marrë parasysh moshën, gjinin, çfarë do përkatësie tjetër, në fund vlerësohet ajo që argumenti që mbrohet ose dija që sillet. Prandaj kjo më ka shërbyer edhe mua dhe tjerëve që në fund ta tejkalojmë këtë problemin në rregull, domethënë unë kam pas 14 vjet, nuk kam dalë ndoshta në mbrëmje bashkë me kolegë që kanë pas 18 vjet, po nuk është që ka qenë problem i madh. A keni ndihmë mungesë që nuk e keni përfunduar shkollën e mesme, sepse po flasim edhe për këtë anën profesionale, shkollore, nuk i keni mësuar dhe lanë të tjera, ndoshta jeni fokusuar më shumë tek matematika. Domethënë, besoj që vrehet mungesa e maturës. Brapës maturës, po. Jo, kundër përgjigjja ime është që ka njerëz që nuk e dinë se si është që të i kalosh komplet shkollën e mesme, unë nuk e di se si është me shkollë. Po, jo, nuk duket që kam dinë një mungesë. Unë edhe ashtu nuk jam ose tentoj të mos jem person një-dimensional, domethënë kam edhe pasione tjera përveç sportit, domethënë artit, historisë, filozofisë, kështu që për mua e keni zhvilluar në të njëjtën kohë ato në njëjtën kohë se më vonë edhe ndoshta për shembull kur kam qenë në Chicago gjatë studimeve doktoraturës nga 2003 deri në 2008, atje unë kam pasur plot shokë dhe shoqe që kanë qenë në studime bazike, domethënë përveç atyre që kanë qenë studime doktoratës, matematik, edhe e kam shfrytzuar atje periudhën që të mësoj më shumë, për shembull, në ekonomi ose çështje nga sociologjia. Përveç asaj, ne nëse dëshirojmë të kemi të ardhme, duhet gjithmonë të mësojmë gjëra të reja, kështu që sot nuk e ndjej mungesën e shkollës mesme në atë periudhë, jo. Sa janë të përgatitura institucionet tona për fenomene të tilla, të themi ashtu? Institucionet e arsimit, natyrisht. Më duke, e para është çështje relativisht delikate, sepse për shembull ka të rinj ose të reja që mund të kenë potencial të madh, por duhet pasur kujdes që në fund suksesi duhet të jetë i tillë që spari personin në fjalë, talentin, e avancon edhe profesionalisht, po edhe në anën humane. Duhet njëri që të jetë njëri i kompletuar, që të jetë njëri i lumtur, edhe prandaj duhet pasur kujdes, ka plot aspekte psiqike, emocionale, që të ketë mundësi që ky person të adaptohet mirë me rrethën e vet. Pastaj institucionet tona kanë nganjëherë përvojë të suksesshme me raste të tilla, po nuk është aq e lehtë
sepse janë këto dy ekstremet tek nxënësit që kanë jashtëzakonisht shumë vështirësi dhe nxënësit që kanë jashtëzakonisht shumë talent në fushat caktuara dhe kam përshtypjen që shpesh në sistemin tonë të arsimit, s'po flas këtu vetëm arsimin parauniversitar, por edhe në arsimin e lartë, ne nuk i japim sa duhet, nuk i sfidojmë sa duhet këta studentët që janë shumë të mirë. Për shembull, ta imagjinojmë një rast, i kemi 60 studentë në klasë, edhe 5 për tyre janë shumë të zotë, edhe të tjerët nuk është që janë të pazotë, po kanë më pak ndoshta njohuri ose janë më pak të avancuar. E tash, në qoftë se ju jeni profesoresh, çfarë do të bëni? A do t'i flisni këtyre 5-ve apo këtyre 55-ve? Në fakt do t'i flasim të gjithëve, por shpesh përshtypja ime është që është shumë më lehtë vetë që t'i flitet këtyre 55-ve, e këta 5 mbetin të pastimuluar. Kështu që shteti duhet të ketë vëmendjet veçantë që t'i stimuloj ata persona që kanë kualitetet larta, përfshirë në shkencat e matematikës ose eksakte. Ju keni marrë pjesë në përgara të ndryshme, por çka do të sjellit në kujtim këto momente? Po, kam marrë pjesë në gara kur kam qenë shkollë fillore, edhe ndoshta edhe një koment tjetër që matematika nuk është veç garë. Në fakt, matematika nuk është garë, është shumë më shumë, është studim, struktura, është raportesh, art, komunikim, gjuhë, dhe është shumë në rregull, më thonë, nëse dikush e zën vendin e parë në garë, shkëlqyshëm, urime, po edhe nëse dikush nuk e zën vendin e parë, kjo s'do të thotë që s'mund të bëhet matematikan ose s'mund ta përdor matematikën. Kurse ndoshta prej përvojave të mia, kur kam qenë fëmijë tash, ka qenë ndoshta në vitin 1997, kur ka qenë një test me plot pyetje dhe detyra, edhe unë jam ul, edhe e kam lexuar testin, edhe në fillim nuk e kam ditë as edhe një përgjigje për asnjë prej pyetjeve, asnjë detyrë, sepse kam pas shumë emocione. Se bara ka qenë tash kanë prit njerëzit që unë do të jem i pari, nëse unë nuk jam i pari, edhe kjo i ndodh shpesh studentëve në plot raste, madje ekziston një term në anglisht prej psikologëve që quhet paralizë me analizë, ose përmes analizës, aq shumë analizojmë sa që paralizohemi, edhe atëherë ajo çfarë pa ndodhur është që pa të qelluar një çokoladë edhe një lëng, edhe unë përderisa gjithë nxënësit tjerë fillonin të përgjigjeshin pyetjeve, unë e mora çokoladën, e mora lëngun, e hanga çokoladën, e piva lëngun, edhe nuk e di ndoshta ka qenë sheqeri i pranishëm në të dyja, po ajo pastaj më bëri që të qetësohem pak, ta rimarr veten edhe po e shoh, e di këtë pyetje, e di edhe përgjigjen e kësaj, edhe kështu që edhe në fund e kam zënë vendin e parë, por dua të them që ka plot situata të tilla interesante dhe mua nuk më pëlqejnë shumë testet, në fakt. Edhe me studentë mi, ju them që nuk më pëlqejnë shumë testet. Si vlerësoni studentët, nëse nuk i përdorni testet? Po, duhet të përdorim edhe testet, po test për shembull është edhe vjushmëria, edhe detyrat e shtëpisë, edhe testet, jo vetëm një test, sepse për shembull një test ndoshta keni javën që nuk është shumë e përshtatshme, keni probleme personale, familje ose diçka, disa teste edhe pastaj projekte ndryshme. Për shembull, me studentët në semestrin e kaluar, kam kërkuar prej tyre që ta përgatisin nga një video, të cilën pastaj ku ata shpjegojnë diçka dhe unë e vlerësoj atë video. Edhe ideja ka qenë që ta përdorim teknologjinë në mënyrë që ata të mësohen që telefonat e mençur nuk janë vetëm për komunikime në rrjete sociale ose komunikime telefonata, po janë edhe për mësim dhënie, mësim-dhënie. Më thonë, në këtë formë, unë tentoj që ti kaloj këto mënyrat klasike të... Pse nuk ka shumë student në degën e matematikës? Pse s'ka interesim? Nuk është që nuk ka shumë student, fakt ka student, por ka disa vështirësi. Ekziston një problem që shpresoj që adresohet së shpejti, i cili është që studentët që vinë tek ne të matematikës, nëse shkojnë pastaj në master, ata nuk mund të shkojnë dhe të japin mësim në shkollat e mesme ose kudo në Kosovë, sepse duhet ta kemi patjetër të kryer masterin në edukim. Kjo është nonsens, do duhej që të ketë një fuzionim. Të dy mastera kërkohen? Do të thonë, nëse është një student aktualisht në UP, e kryen fakultetin e matematikës, pastaj shkon në bachelor dhe pastaj shkon në master pa matematik, ajo nuk mund të jap mësim sepse duhet ta ketë masterin nga edukimi. Edhe është e pakuptim, sepse ka mundësi që për shembull të bëhet një fuzionim i masterëve dhe dikush thotë, po unë kam menduar me qenë matematikan deri sot, po sot kam vendosur me mësim të shkollës mesme, e pastaj pas 5 viteve
prap e ndroj mendjen, po duhet që ne mos t'ja mbyllim mundësit rrugët studentëve, po të përkundazi t'i hapim, e shpresoj që institucionet tona e adresojnë këtë. Për te kësaj, për ta përmbyllur këtë temë, ju tha që keni lexuar edhe filozofi, psikologji, art. Matematikën e shpjegoni që është vetë jeta, është jeta numerologji? Tash kuptohet, unë jam subjektiv, për mua matematika është e bukur, art, e kështu që arti natyrisht që ndërtohet jeta mbi numrat. Po në fakt matematika është për te numrave, është çështje edhe strukturave, është raporteve, për shembull, Da Vinci ka qenë i njohur edhe për përdorimin e matematikës, shkencave në artin e tij. Matematika është edhe domethënë raport mes strukturave të ndryshme, edhe kjo bën që të jetë i pranishme kudo. Domethënë kjo është një arsye pse edhe kur dëshirojmë ta evitojmë matematikën, matematika na ndjek nga pas. Prandaj mendoj që ndoshta një koment shumë të shkurtër të fundit në lidhje me mësimdhënien e matematikës. Duhet që ta evitojmë që ta japim matematikën në formë binare, që do thotë unë e bëj një pyetje, sakt e pasakt, ju që keni sakt shumë mirë, ju që keni pasakt mësoni herën tjetër. Jo, kështu nuk shkon. Ne mësojmë edhe matematikë, po edhe në jetë nga gabimet. Dhe nuk do të jetë veç e sakt e pasakt, po do të shohim edhe nga përgjigja që nuk ka qenë sakt, ta nxjerrim një analizë dhe të shohim çfarë mund pse erdhëm deri te ajo përgjigje. Pra matematika nuk është lëndë e vështirë, ashtu siç konceptohet është nga shumica. Kuptohet, pastaj është kjo relative, po vështirësia e dytë për matematikën, që për reputacionin e matematikës, është fakti që matematikën e përdorim për t'i klasifikuar nxënësit. Për shembull, nëse dikush thotë, a është nxënës shumë i mirë, çfarë do thotë kjo, që është i mirë matematikë ose në gjuhë, apo këto dyja. Gjë që është diskriminim për lëndë të tjera, edhe pastaj është barë shumë e madhe për matematikën, sepse ka plot nxënës që janë jashtëzakonisht zot në plot fusha, po që në matematikë nuk janë numër 1 në klasë, edhe nuk është e nevojshme të jenë secili numër 1. E kështu që ky reputacioni i matematikës pastaj lidhet edhe me këtë klasifikimin që e bëjmë për shkak të matematikës, edhe pastaj është nganjëherë edhe prindërit, edhe kjo është e rëndësishme në familje, ka njerëz që mburren, thonë, po, ja unë kam arrit shumë edhe pse nuk e di matematikën. Po. Mua nuk ka rastis askush që thotë unë mburrem se kam arrit shumë edhe pse nuk di shumë për historinë e artit. Ose natyrisht që mund të arrish shumë edhe nëse nuk e din kush është Naim Frashi ose kush ka qenë Jeronim Derada ose veprat e tyre. Po, për mua problemi është jetë shumë e varfër. Njësoj edhe për matematikën. Pse është bërë ky koncept? Është instaluar nga vetë pedagogët, arsimtarët, profesorat e matematikës? Pjesërisht faji është duke bërë atë pjesën që e thash të vështirë. Po, pjesërisht faji është i joni, i matematikanëve, edhe shumë lehtë që thuhet unë kam mbaruar matematikën, ju nuk e keni mbaruar, prandaj unë jam i zoti e jo ju. Pastaj lidhet edhe me këtë që thash, është shumë më lehtë që të kuantifikohet përgjigja në matematikë, edhe thuhet 5 pikë, 4 pikë, 3 pikë, 2 pikë, 1 pikë, edhe kjo bën që pastaj t'i klasifikojmë nxënësit për shkak të në raport me atë se sa kanë arritur ata njohit matematikës. Domethënë ka plot gjëra që duhet t'i ndryshojmë patjetër, po ky vetëm për ta vendosur në kontekst, nuk është problem unik për Kosovën. Ky është problem global i matematikës me matematikën. Edhe kështu që edhe ne matematikan duhet ta ndryshojmë pak mënyrën se si japim mësim, përndryshe jemi si dinosaurët. Qëndrim nga viti 2016 deri në vitin 2021 keni shërbyer si ambasador i Kosovës në Francë. Fillimisht pse vendoset që bëni apo të hyni politikës? Në fakt, në vitin 2010, kur jam kthyer në Kosovë, atëherë ka qenë vendimi që ti futem politikës edhe kam qenë shkurtimisht në frymën e re në Fer. Pastaj në 2011 Feri u shpërbë, kështu që nuk kishte kuptim të qëndroj aty. Po për mua politika edhe aktivizimi në politik është nevojë e secilit që ta kthej pak borxhin që i kemi vendit tonë. Domethënë vendi ynë ka kaluar ne së bashku, kemi kaluar në periudha shumë vështira, është natyrshme që secili prej nesh të mundohet që të bëjë diçka për vendin vet. Kështu që ky ka qenë sensi i misionit tim në atë periudhë. Pastaj në vitin 2016, në fakt në 2015, atëherë ka qenë
presidente Jahjaga, me qënë se unë kam qenë edhe këshilltare saj vitin 2011, ajo e japi propozimin, idenë që unë t'jem ambasador në Paris, nuk është që kisha menduar ndonjëherë, edhe pastaj kryeministri në atë kohë ka qenë zoti Isa Mustafa dhe ministri i punëve të jashtme zoti Hashim Thaçi, edhe kështu që të tretu pajtuan që unë të shkoj në Paris, edhe kështu ndodhi. Për mua ka qenë një sfidë, edhe mua më pëlqejnë sfidat, edhe prandaj thash sfidë, besoj që ka mundësi t'ja dal, edhe e pranova. Kemi fotografi nga puna juaj, natyrisht një përvojë, një eksperiencë e mirë, do t'i shohim dhe do t'i komentojmë, Roadaze. Shohim foton e parë. Na tregoni pak për fotografin, pra... Atëherë këtu jam në Pallatin Elysée me presidentin Macron, i cili në fakt është shumë e rrallë, për mos me thënë që nuk do të gati kur, që të pranoj ambasador të huaj të shtetit, sidomos një shtetit vogël, në Pallatin Elysée, zakonisht kuptohet ambasador shkojnë që t'i shoqërojnë personalitetit e larta, edhe ishte... Ka bërë pritje të veçantë juve? Po ishte një moment që për ta treguar edhe mbështetjen e Francës për punën time, edhe kështu që ishte nder i jashtëzakonshëm për mua, ishte, domethënë, kur ekipi tim kontaktuan, thanë do të bëjmë diçka që s'e kemi bërë asnjëherë, edhe a jeni i lirë me këtë datë në këtë orë, edhe për mua ishte, kuptohet, nder i jashtëzakonshëm. Kalim tek fotografitë të tjera. Këtu jam bashk me bashkëprincin e Andorës, i cili është edhe i peshk në Urgell, zotriu që është në të majtën time, zonja është këtu ministre e punëve të jashtme e Andorës, edhe pastaj një antar tjetër i delegacionit tyre. Unë, sa isha në Paris, kam qenë edhe ambasador në Andorë. Andora e ka veçantin që është bashkëprincipat, i ka 2 bashkëprinc koprinc, njëri është i peshkvi në Urgell, dhe tjetëri është presidenti i Francës. Presidenti i Francës është edhe koprinc, edhe president francez, edhe ka qenë një ngjarje interesante kur unë i kam dorëzuar letrat kredenciale tek presidenti francez në cilësinë e tij si koprinc i Andorës. Aty ishte në ceremoni edhe ambasadorja franceze në Andorë, zakonisht letrat kredenciale nënshkruan nga kreu i shtetit që e dërgon, dhe ajo i dorëzonte letrat kredenciale presidentit të Francës në cilësinë e tij si bashkëprinc, të nënshkruar nga presidenti i Francës. Domethënë, letrat e njëjtit person ja dërgonte njëjtit person. Po Andora është një prej shteteve mike të Kosovës që na përkrah, sidomos në organizata ndërkombëtare, edhe kemi raporte të shkëlqyeshme me ta. Shohim foton tjetër. Kjo këtu është foto në koncertin e Filharmonisë së Kosovës, e cila për herë të parë ka ardhur në Paris për një koncert në vitin 2019. Ishte shënimi i mbarimit të luftës në Kosovë, 20 vjetorit, dhe ky koncert është mbajtur në Saint Louis des Invalides, që është një katedrale shumë e famshme. Prapa asaj pjesës është trupi i Napoleonit, fakt është në kupol, kështu që është një vend jashtëzakonisht i rëndësishëm për institucionet franceze, edhe mesazhi që kanë bartur Filharmonia e Kosovës ka qenë një mesazh edhe i artit edhe i paqes, për shkak se ata kanë ekzekutuar veprën e Karl Jenkins, Një mesh për paqen. Karl Jenkins, një kompozitor britanik, i cili atë vepër u ka përkushtuar viktimave të luftës në Kosovë, dhe ajo është një prej veprave më të ekzekutuara nga një kompozitor që është i gjallë në këtë botë. Kështu që ka qenë mesazh i paqes edhe i mirënjohjes, natyrisht për shtetin francez, për kontributin e tyre, për lirinë tonë, por ishte promovimi i artit, domethënë është diplomacia kulturore. Kulturore, po. Kalim tek fotot e tjera, kemi disa me radhë. Këtu është dorëzimi i letrave të mia kredenciale tek presidenti i atëhershëm Hollande. Kjo ka qenë në korrekt të 2016, dhe pas dorëzimit të këtyre letrave, kur ai i pranon presidenti, kreu i shtetit i pranon, atëherë formalisht ambasadori bëhet ambasador fuqiplotë dhe jashtëzakonshëm, dhe kjo ka qenë ceremonia pikërisht. Kalim tek fotot e tjera. Këtu është ceremonia e ngjashme, por në këtë rast me presidentin e Portugalisë. Një periudhë kam qenë edhe i akredituar në Portugali, para se
ne ta hapim ambasadën në Lisbon, ku tash e kemi një ambasador, i cili është koleg i shkëlqyshëm, dhe ka qenë kënaqësi që Të e keni përshtatur veshjen, se po e shoh... Po, ka një kod që është kodi veshjes? është kodi veshjes dhe kërkohej diçka e tillë. Ose veshje tradicionale. Po. Kalim tek fotot e tjera, sepse të gjithë janë edhe aty në foto me të njëjtën veshje. Kjo është biseda, pikërisht gjatë ceremonisë, kjo është biseda pastaj me presidentin Hollande. Me presidentin, po. Edhe në fakt ka qenë ajo ditë, ka qenë një ditë kur në Francë ka ndodhur një sulm terrorist dhe presidenti megjithatë ai ka insistuar që t'i mban këto ceremonitë edhe më thënë nuk është shumë lehtë. Nuk i ka anulu. Jo, dhe nuk është shumë lehtë për një udhëheqës të shteti që të përjetojë momente të tilla të vështira dhe ta vazhdojë, domethënë punën edhe me ambasadorë të shteteve të vogla, tash do të pas parasysh këtë kështu që. Vendin tonë ku ndodhet. Kalim tek fotot e tjera. Atëre këtu jam në momentin, ose me njëherë pas dorëzimit të letrave të kredenciale në Monaco, është princi Alberti i dytë i Monacos, i cili është kreu i shtetit të Monacos, edhe duke qenë i akredituar po ashtu në Monaco, kam pas rastin që bisedoj me princin Albert, edhe Monaco është po ashtu një prej shteteve që na ka përkrahur, edhe siç e dimë kemi përdor kodin e Monacos, edhe shpesh herë na kanë ngatruar ne kanë menduar që jem nga Monaco, edhe ka qenë privilegj i jashtëzakonshëm se domethënë Monaco njihet për plot arsye, por si shihet Kosova, po ku është çfarë vendi zë Kosova karshi këtyre vendeve dhe ndoshta keni pasur mundësi që ta kuptoni edhe përmes pritjeve që ju kanë bërë? Po, për Monakon edhe Andorën është një farë lloj, nëse mund ta quaj, vllazëri e shteteve të vogla. Për shkak se edhe Kosova është e vogël, kështu që ekziston një afinitet i natyrshëm që në koncertin e shteteve të mëdha, ka shtete të vogla që kanë një afërsi me njëra tjetrën, edhe pastaj kemi interesa që na përshtaten, na përputhen, edhe bashkëpunimi ynë edhe ekonomik edhe politik është i rëndësishëm. Për shembull, edhe Andora dhe Monaco na kanë përkrahur edhe në organizata ndërkombëtare, edhe në frankofoni edhe tjera. Po te Franca? Te Franca, natyrisht Franca është një prej shteteve e cila e para e ka njohur Kosovën, edhe ta bëj një parantezë se ndoshta është e rëndësishme. E para, ne duhet ta shohim rëndësinë e diplomatike të Francës. Franca antare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, një prej vendeve kryesore në BE, vend antar i NATO-s, një prej vendeve me peshë kulturore, domethënë historike të jashtëzakonshme, dhe po ashtu Franca e cila gjatë viteve 90 për shembull pati një mobilizim të jashtëzakonshëm të intelektualëve francezë në përkrahje të Kosovës, gjë që nuk ka qenë shumë e lehtë sepse duhet ta kemi parasysh që Kosovën pak veta e njihnin. Dhe ndërkohë që Jugosllavia atëhershme ka pas një reputacion i cili datonte prej luftës parë botërore, e dytë edhe më herët, e kështu që ai mobilizimi ishte jashtëzakonisht i rëndësishëm, pastaj mobilizimi që përkrahet kauza e luftës edhe përkrahet çlirimi i Kosovës, kjo ka bërë që në Francë të fortifikohet megjithatë një pozicion të jetë pozitiv në raport me Kosovën, prandaj edhe Franca ishte një prej shtetet para që na njohu, edhe na ka përkrahur në antarësim në organizata ndryshme ndërkombëtare, edhe në njohje nga vendet të treta. Sot besoj që nëse ka një mesazh që do ta përqej është që ne na duhet të investojmë më shumë që ta njohim më mirë Francën, edhe Gjermaninë edhe shtetet tjera. Nuk mjafton veç thuhet e janë na përkrahni, po më thonë në diplomaci ka më pak dashuri, ka shumë më shumë interesa. Është shumë e rëndësishme që të shohim ku janë interesat tona edhe të investojmë tonë. Pse mbeti Kosova jashtë liberalizimit vizave dhe cili ishte qëndrimi i Francës në këtë rast? Po, Franca është një prej shteteve skeptike në lidhje me liberalizimin e vizave. Arsyet janë të ndryshme.
fatkeqësisht ky procesi I liberalizimit të vizave e ka një histori, siç e dimë edhe ne, dhe ka pasur politizim të nuk është gjithmonë, nuk është vetëm aspekt teknik qartazi, po ka pas një tej politizim të kësaj çështje në Kosovë, ju kujtohet në vitin 2016 gjitha ato demarkacioni, edhe ne kemi humbur në atë periudhë një moment historik. Dhe pastaj në Francë pse e kemi humbur? Për shkak se në atë rast do të ishim bashkë me Ukrainën edhe Gjeorgjinë dhe do të kishim liberalizim të vizave. Po, me qënë se kishte vonesa, ju kujtohet, kishte dhunë parlament, gjitha jo, qartazi, askush nuk vjen që t'i mbroj interesat tona, ne duhet t'i mbrojmë interesat tona vetë. Dhe pastaj, pas mbylljes asaj dritaret mundësi, në Francë, pastaj kam bizotru ideja që ka frikë se nëse hapen dyert e zonës Schengen për shtetasit tanë, mos rastësisht do të ketë një imigrim masiv edhe kërkesat nda për azil, gjë që pastaj do të krijonte probleme politike të brendshme atje. Më thonë, qartazi unë jam munduar ta shpjegoj rëndësinë që ka kjo për ne, dhe faktin që institucionet tona janë të përgatitura që edhe të merren me sfidat eventuale, po kjo pastaj I të kalon dhe kompetencat e ambasadorit. Sigurisht, po. Megjithatë, Kosova plotësoi kërkesat që I kishte Bashkimi Evropian, po ju po thoni që ishin të vonuara. Po, do të thonë, zakonisht janë rrethanat, koha, leadershipi. Atëherë kush e la pra Kosovën jashtë liberalizimit vizave? Kosova vetë? Tash, përgjigja është më komplekse. Në një periudhë kishte negociata, ju kujtohet, me BE-n dhe u konfirmua nga komisioni, po jo nga Këshilli, se në BE ka struktura ndryshme të vëmimores, që janë plotësuar të gjitha kushtet, por në atë moment vetë Kosova nuk ishte e gatshme që, domethënë, ato kushte t'i çojë deri në fund, sepse I plotësoi pak vonë. Dhe pasi humbi shkoi treni nga stacioni ynë, ne pastaj u kthyem dhe thamë, po tash I kemi plotësuar, po pastaj vëmendja tjerëve u zhvendos. Kështu që tash faji qartazi mund thuhet është I BE, sepse ne është dashur t'i kemi vizat, liberalizimin e vizave është dashur ta kemi qysh në vitin 2010 ose në 2008. Por unë veç po ftoj që të jemi pak më introspektiv. Nuk ka mëshirë në diplomaci, ka interese. Dhe ne nëse jemi me të vërtet serioz, shohim se si mund t'i arrijmë synimet tona. Nuk mjafton t'i thuaj dikujt na japni vizat, por po ashtu mund të them që fatkeqësisht është penalizimi I Kosovës dhe unë do doja shumë që shtetasit e Kosovës të kenë mundësi të udhtojnë, sepse është esenciale nëse dëshojmë ta krijojmë një Kosovë evropiane që shtetasit tanë të shohin Berlin, shkojnë Rom, shkojnë Paris, shkojnë Madrid, edhe ta shohin këtë Evropën politike aktuale edhe kulturore. Si është sot Kosova në marrëdhënie ndërkombëtare? Si e shihni sot? Sot Kosova, ndoshta formula më mirë është që disa mendojnë që është keq, unë nuk mendoj plotësisht ashtu, po ndoshta kam gabim. Më thonë, kjo është përgjigja ime. Besoj që në diplomaci ka nevojë që të ketë një vizion të qartë, të ketë një realizëm, dihet pesha specifike, relative, të krijohen marrëdhënie të ngushta me shtetet e BE-s dhe shtetet e bashkuara, po edhe me shtetet tjera. Mos harrojmë që kurdo që kemi pasur sukses në të kaluarën, nuk ka qenë suksesi I njanshëm, nuk ka qenë për shkak që ne veç që kemi marrë një vendim edhe kemi insistuar, por për shkak që kemi arritur që të krijojmë aleanca, të krijojmë miqësi. Po flas për vitet 90-ta, pastaj po flas për periudhën e luftës, edhe periudhën e pas luftës. Dhe ne në nevojitet kryenetësi në realizimin e synimeve tona, por duhet diplomaci në marrëdhëniet që I krijojmë me shtetet tjera. Si vlerësoni ministren, punën e ministres Donika Gërvalla që po bën sot? Shpeshherë është në vëmendje të kritikave që po merr nga të tjerat. Po mendoj, ajo le të vazhdon të merr vlerësimet e tjerëve, unë nuk. Cili është vlerësimi juaj? Nuk e vlerësoj, nuk e kam takuar asnjëherë, kështu që nuk dëshiroj as ta vlerësoj. Nuk dëshironi që ta komentoni ndoshta. Nuk kam shumë vullnet.
E përcjelli me vëmendje atë që e bën, atë që e thot, po nuk dëshoj që të futem këtë ping-pongun. Më thonë, i uroj shumë suksese, shpresoj që të ketë suksese, po... Çka po i mungon diplomacisë tonë? Atëherë, në diplomaci, e thash më herët, ka nevojë që të ketë një vizion, të ketë një kompetencë, të ketë kredibilitet të brendshëm dhe të jashtëm, por shumë rëndësishme që të ketë një tejkalim të ndasive lokale partijake. Mund të jenë dy diplomatë nga Kosova që i kanë bindjet krejt ndryshme politike, po që bashkëpunojnë shumë mirë. E kjo është rëndësishme. Nuk ka sistem as në administrat, as në sistem diplomatik që mund të krijohet ku e zhvesh se cilin prej opinioneve politike. Ideja është që njerëzit kenë ato opinione, po ato opinione mos të influencojnë në punën e tyre shtetërore. E kështu që, më thonë, duhet të ketë vizion, duhet të ketë transparencë, duhet të ketë kompetencë, duhet të ketë edhe ministria e punëve të jashtme edhe diplomacia duhet punojnë me një shikim pak më afatgjatë. Është letë që të marrësh një vendim edhe që po ja bëra këtë, reputacioni i diplomacisë është jashtëzakonisht rëndësishëm. Duhet, për shembull, ka plot njerëz që të suksesshëm që kur ta marrin një detyrë, ata kërkojnë që mos shikohet prapa, po shikohet përpara. Për mua ky është çelësi i suksesit. Përndryshe, nëse shikojmë prapa, kjo s'do të thotë amnesti për të kaluar, po nëse shikojmë prapa, kur do të ndalemi? A do të ndalemi në 2008-ën, a do të ndalemi në 1999-ën, apo 89-ën, apo më herët? Prandaj unë kam skepticizëm, se s'kemi as energji pastaj. Edhe me qenë shumë realist, Kosova është vend i vogël, nuk është që kemi shumë ne kuadro, do të thonë, po më shumë keq që po them, po ne duhet se cilin person që ka pak kapacitet të shfrytëzojmë, e lemo, jo, ju jeni nga kjo, ju jeni, jo. Do të thonë, përveç nëse dikush ka bën një skandal shumë të madh, po ndryshe, duhet bashkëpunojnë një me tjetër. Diplomacia është një farforme, sikurse kjo FSK-ja ose policia, nuk ka aty, nuk ka ngjyrime politike. Sot, ku është vëmendja ndaj Kosovës? Me gjitha këto ngjarje të cilat po ndodhin në botë, me theks të veçantë luftën që po zhvillohet në Ukrainë. Kosova vazhdon të jetë një vend i siguria të cilit është domethënë mbrohet nga NATO. Edhe e kështu që qartazi çështja e raporteve, marrëdhënieve Kosovë-Serbi është çështje që e prek sigurinë evropiane. Jo në shkallën që e prek lufta në Ukrainë, agresioni rus aty, gjë që është shumë mirë, por megjithatë vazhdon të jetë një vatër potenciale e destabilitetit në rajon. Megjithatë, përkundër faktit që ka ndodhur agresioni rus, ka vullnet dhe dëshirë që të shtyhet përpara një zgjidhje e mundshme në dialogun Kosovë-Serbi. Që të arrihet një zgjidhje e tillë, duhet që të ketë parime të shëndosha mbi vlera evropiane, që ashtu që qytetarët në të dy shtetet, në Kosovë dhe në Serbi, të jetojnë më mirë, që të ketë një zgjidhje e cila qartazi i shtyn të dy shtetet drejt rrugtimit në BE, edhe që është një zgjidhje që përkrahet edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se meqense është problem edhe i sigurisë. Mendoni që edhe Serbia do të shkojë drejt rrugës Bashkimit Evropian me gjithë këtë ngjarje dhe përkrahjen që po ja bën Rusisë? Në qoftë se ne dëshirojmë që rajoni të përparojë, është mirë që këtë shtetet e rajonit hyjnë BE, madje edhe NATO. Nëse Serbia nuk dëshon të hyjë NATO, po kjo do të ishte ideale dhe në fakt, nëse e shihni arsyeja pse ajo ka pranuar që të negociojë me Kosovën, është që në qoftë se dëshon të shkojë drejt BE-s, shtetet e BE-s kanë thënë ju nuk mund të hyni pa u rregulluar një herë çështja e raporteve të juaja me Kosovën. Kështu që unë dëshiroj që një ditë Serbia të hyjë në BE, cila është morale? Por nuk ka mundësi me këtë çështje aktuale, qartazi nuk ka mundësi. Cila është më reale, që të shkojë në BE duke arritur paqen mes veti, apo të shkojë në BE në një formacion tjetër, pra siç ishte parashikuar më herët që Serbia ta merr veriun e Kosovës dhe pastaj të bëjë pjesë të saj luginën e Preshevës Kosova? Tash, institucionet e Kosovës e kanë përcaktuar qartë qëndrimin e tyre në lidhje me
tërsinë territoriale, integritetin territorial. Ajo që na shton për plot miqve është që zgjidhja duhet jetë zgjidhje e pranueshme nga dy palët. Unë mendoj personalisht që duhet jetë zgjidhje mbi vlera evropiane. Cili është mendimi juaj personal? Cila do të ishte më e mira për Kosovën? Do të thonë, meqense është zgjidhje mbi vlera evropiane, atëherë vlerat evropiane ato e mishrojnë po ashtu një shoqëri multietnike demokratike. Në qoftë se ne fillojmë që ndajmë baza etnike, territoriale, komunitetet në Kosovë, në Serbi e tutje, atëherë kjo do të ishte kthim prapa dhe nuk do të ishte ndërtim i shoqërisë demokratike që kemi aspiru të ndërtojmë qysh prej pas luftës e sidomos pas shpalljes pavarësisë. Do të thonë, ajo që do duhet ndodhte, do duhet që të ketë një marrëveshje mes dy shteteve të pavarura në territoret aktuale, por e cila marrëveshje unë mendoj që nuk do të jetë e lehtë, prandaj duhet pasur guxim që ta shtyjmë përpara, dhe e cila marrëveshje nuk vjen veç duke i thënë tjetrit nënshkruaj këtu sepse unë e kam këtë listë dëshirash. Dhe ky është realiteti. Domethënë, do të ishte shumë mirë që të themi është rregulluar një herë problemi, s'kemi nevojë të negociojmë, po edhe ata që kanë thënë që s'do të negociojnë, ja duke negociuar. Kështu që duhet me qenë pak më realist. Kosova është shtet i pavarur, Kosova nuk do të zhbëhet si shtet i pavarur, po duhet të shohim se si megjithatë me ndihmën e BE-s, të SBA-ve, ne të avancojmë interesin ton, sepse zgjidhja e problemit me Serbinë, në raportet me Serbinë, është edhe në interesin ton. Në kalojmë tani tek pjesa fundit, me qenë se nuk kemi shumë kohë, ku me çdo mysafir komentojmë figurat personaliteteve politike, do të shohim fotën e parë nga kjo pjesë, është ish kryeministri, ish presidenti i vendit Hashim Thaçi. Cili është mendimi juaj për të? Atëherë, unë kam pas kënaqësinë që kur presidenti Thaçi zoti Thaçi ka qenë presidenti i Kosovës, të jem ambasador atje dhe të organizoj vizita ndryshme ose të jem pranë tij. Është një personalitet që i ka kontribuar Kosovës në momente kyçe, në çlirimin e vendit, në shpalljen e pavarësisë, kështu që tash e di që gjendet në një periudhë të vështirë, shpresoj që drejtësia do të punojë në formë të paanshme dhe do të jap verdiktin e vet, mirë po zoti Thaçi ka hyrë në historinë tonë, kështu që si udhëheqës edhe i luftës edhe personi që e ka lexuar deklaratën e pavarësisë, prandaj kuptohet, do thonë kjo figura e zotit Thaçit është më komplekse se aq, po unë po i përmend ato dimensione që janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Gjykata speciale ishte një prej kushteve që kanë vënë ndërkombëtarët ndaj Kosovës, se që sot padrejtisht mbahen edhe liderët politikë që dikur ishin pjesë e luftës. Fatkeqësisht ka qenë një periudhë kur Kosova i ka pasur dy mundësi, ose domethënë të ikë nga drejtësia ose ta pranoj këtë drejtësi me gjitha të metat që mund të ketë, dhe mendoj që zgjidhja megjithatë ka qenë adekuate, që të pranohet drejtësia dhe që ajo ta jap verdiktin e vet. Do të thonë nuk ka qenë lehtë, po supozoj për udhëheqësit ish udhëheqësit e njëjta gjë nuk ndodhi me Serbinë. Edhe pse dënoi disa kriminalë të luftës, megjithatë jo sikurse me një gjykatë të tillë siç është kjo. Fatkeqësisht drejtësia tranzicionale nuk është vetëm drejtësi, ka dhe plot aspekte politike. Edhe mund të përmendet fakti që për shembull një numër shumë më i madh i dënuarve, nëse i marrim gjithë të dënuarit, është shqiptar sa serb, edhe pse viktimat kuptohet kanë qenë. Edhe pse viktimi ishte Kosova, po. Po, por janë disa parime që duhet t'i them megjithatë. E para që duhet të ketë drejtësi për të gjithë. E dyta që drejtësia nuk duhet të jetë e ndikuar nga politika dhe nuk duhet të ketë as nga politika vendore, po as nga politika ndërkombëtare. Edhe e treta që jam i bindur që drejtësia në fund e do ta vërtetoj që synimi i Kosovës ka qenë çlirimi i vendit, edhe atë e kemi realizuar. Kjo s'do të thotë që nuk ka pasur viktima në të gjitha komunitetet dhe ne duhet që të bëjmë homazh edhe për ato viktima, por megjithatë ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri e popullit, e organizuar për ta mbrojtur vendin tonë dhe është vlera sublime e Kosovës edhe shqiptarëve. Kështu që unë ndihem shumë keq që procesi në Hag është stërgjatur, po shpresoj shumë që do të arrijë konkluzionin sa më shpejt, edhe natyrisht e thash i përmenda meritat e zotit Thaçi më herët. Kalojmë tek fotografia tjetër.
është kryeministri shqiptar Edi Rama, i Shqipërisë. Po, është kryeministri i Shqipërisë, i Republikës së Shqipërisë, Edi Rama, i cili është zgjedhur për herë tretë apo diçka pa precedent në Shqipërinë pas komuniste. Në fakt është edhe piktor, edhe ashtu edhe ka dëshirë të njihet, është udhëheqës i cili ka peshë në rajon, edhe i cili ka influencë, edhe i cili në momente shumë të rëndësishme ka treguar që për Kosovën qartazi nuk ka shtet më të afërt se sa Republika e Shqipërisë, që është e natyrshme. Domethënë, ne duhet gjithmonë të jemi mirënjohës, sepse nganjëherë harrojmë Shqipërinë, edhe themi që e kanë obligim që të na ndihmojnë, apo sepse jemi gjithë shqiptarë. Po në fakt jemi shtete të ndara dhe jemi dy shtete të pavarura, edhe unë mendoj që të dy shtetet tona të pavarura duhet kontribuojnë në këtë relievin politik evropian, dhe ne duhet të mbështesim njëra tjetrën, gjë që është bashkëpunim shumë i natyrshëm mes Kosovës dhe Shqipërisë. A jeni pro bashkimit kombëtar? Unë mendoj që një pyetje e tillë është pak edhe anakronike. Ne kemi vendosur që të jemi shteti i pavarur. Edhe Kosova është shteti i pavarur nga viti 2008, edhe duhet që si shteti i pavarur të integrohemi në strukturat euroatlantike. Edhe sot nuk është problem kufiri Kosovë-Shqipëri. Në fakt, nëse ka një problem sot, është që shpesh herë edhe institucione ndryshme edhe në Kosovë dhe Shqipëri nuk bashkëpunojnë sa duhet. Atë duhet ta ndryshojmë. Do të shohim fotografinë e fundit, që është kryeministri aktual i Kosovës, zoti Albin Kurti, i cili me të vërtet ka proklamuar shumë këtë idenë e bashkimit kombëtar që përmendëm. Sa ishte në opozitë është fjala. Po, tash po shohim flamurin e Kosovës. Po, kështu, unë e njoh edhe personalisht zotin Kurti, edhe kam respekt për të, besoj që kontributi i tij qysh në lëvizjen studentore ka qenë pozitiv edhe i tejet i rëndësishëm. Më vonë zëri i tij ka qenë zë që ka qenë më i veçantë dhe kundërshtues, edhe besoj që ai ka arritur që t'i mobilizojë një numër të madh të njerëzve duke proklamuar ndryshim. Unë veç i uroj suksese në realizimin e ndryshimit i cili do të jetë me vizion, edhe aq. Edhe aq. Qëndrimi që se kemi arritur në fund të emisionit, ju për momentin po merreni vetëm me student, pra jeni profesor në Universitetin e Prishtinës. Shihni veten prapë në politikë? Nëse vazhdoni të më ftoni në studio, ndoshta motivohem. Po, në një moment, ndoshta po më duket që është shumë e natyrshme që secili prej nesh të tentojmë bëjmë diçka për vendin tonë. Pastaj ajo qëllojmë, ajo është çështje tjetër. Keni preferenca nga partitë politike apo me kënd përshtateni më shumë? Jo, unë kam parime më shumë se sa preferenca, kështu që kam miq nga gjitha partitë politike, edhe madje edhe nga komunitetet e tjera etnike, kështu që për mua është e rëndësishme që të forcohet Kosova evropiane, vlerat e saj evropiane, në miqësi me SHBA-n. Ato tjerat definohen pa problem. Presim ndoshta të shohim në talmë ndonjë pozitë tjetër. Shohim, ose gazetar, ndoshta. Nuk e besoj. Faleminderit shumë që keni gjetur kohën, të jeni pjesë e këtij emisioni. Dëshiroj në radhë parë shëndet, pastaj punë mbar suksese. Besoj edhe një herë që do të takohemi me intervistat e tjera. Shumë faleminderit. Në pozita të tjera. Shumë faleminderit edhe mirupafshim, me shumë kënaqësi. Gjithashtu. Të nderuar teleshikues, kaq sa i përket këtij emisioni, do të takohemi javën tjetër me një tjetër personalitet. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.